ishte deputeti i parlamentit zoti Gent Strazemiri, pyetjen e tij të fundit do ta ruajmë, do ta mbajmë dhe do ta zhvillojmë. Ka ardhur në studio kolegu im Mentor Kikia, editor. Gjaç, përshëndetje, mirë se erdhe. Po tash është një komunikim miqësor i përjetshëm. Ekzistojnë emra që shoqërojnë emrat e njohur, që janë brenda ambienteve. Kështu që unë po thras ty siç thrasin gjithë miqtë e shokët në zonën e gazetarisë. A mundemi ne të marrim pyetjen e Gent Strazemirit, një nga njerëzit më të artikuluar, duhet të thënë, të gjithë popullit opozitar, nëse do mund ta themi ne kështu, i cili ka thënë praktikisht ka bërë një pyetje substanciale të rëndësishme. Pra, është segmenti i fundit është shqetësimi i njerëzve që duan ndryshim në një kuptim. Po ja ta supozojmë nuk është e fundit, është e parafundit. Ose le të themi do bëhen përpjekje të mëdha që segmentin e fundit ta fshejnë në një rast. Por në fakt, si ta shohim këtë pjesën e segmentit të fundit? Shiko, ka një problem të vogël me se në distancën e cila nga pika A në pikën B matet me metra, matet me kilometra, ne e masim me orë. Për shembull, ku e ke shtëpinë ti? 4 orë larg. Gjysmore larg nga qendra. Nga këtu, për një orë shkohet më vëlla. Pa pyetur shkohet për një orë me këmbë, me vrap, me makinë, me avion. Ndërkohë që këtë distancën për të shkuar tek fundi i qeverisë, po e masim me kilometra. Jo me kohë. Që kësaj qeverie i duhet edhe 2 muaj dhe të bjerë, apo edhe 3 muaj dhe po një vit. Kam një përshtypje që nuk është vetëm modo di dire, si me thënë, mënyrë të shprehurit. Duket sikur kilometri është metaforë, por pyetjet pra pasaj që pason është për sa kohë do ta bëjmë të kilometrin. Se nëse ecim shpejt e bëjmë për 2 muaj. Nëse ecim dal nga dal, ka pengesa, gropa, ferra që duhen shkullur, mund ta zgjas një vit. A mund ta bëjmë ty pyetjen më direkte? Jemi ne afër segmentit fundit? Jemi ne afër kilometrit fundit? Kemi hyrë në kilometrin e fundit? Ka një rrezik mos hyjmë në kilometrin e fundit? Se kam dot një përgjigje për këtë, sepse kam përshtypjen që ai deadline-i që ka vënë zoti Berisha, edhe pse jo kohor, por figurativ, më shumë më duket një përpjekje për të mbajtur gjallë frymëzimin e njerëzve që e duan këtë gjën, për t'i thënë që o burra dhe pak se ja e rrëzuam, ja edhe pak, pasi për hir të vërtetës është abuzuar pak me fundin e qeverisë. Pritshmëritë janë ngritur me njëherë, shumë lartë, ka shkuar në pikën fundore, organizohet një protestë, deklarohet që kjo do shënoj fillimin e fundit, kjo shënon fundin, sonde do bjeri, dhe situata që ka vazhduar, ka prodhuar edhe atë mosbesimin duke u shndruar një lloj bumerangu, sepse nëse konsumohet shpesh, bëhet inflamative si fjalë, si përdorim, nuk ngjit më. Ja kuptova. Shko, le të bëjmë një eksperiment të dy bashk. Se ne jetojmë për analizën, domethënë s'kemi gjëra në dorë. E heqim opozitën nga ekuacioni. Zere se nuk ekziston fare. Zere se ne jemi në një situatë në Shqipëri kur nuk ka opozit, ka vetëm Edi Ram, patronazhist, institucione të blera o të problematike. A ka mundësi të më thuash ti mua si e shefti? Mos u merr fare as me protestën, as me organizimin opozitar, as me lider opozitar. Kryeministri i Shqipërisë, si të duket ty në leximin tënd të këtij segmenti? Të ekzistencës vetë. Nëse do duam të shikojmë vërtet këtë segmentin, të përfitojmë një rast të zezë ku aty është ky segmenti nga pika A në pikën B që është 1 kilometër, unë shikoj 2 tregues që e dëshmojnë këtë segmentin, por pa thënë dot nëse është 1 kilometër apo 10 kilometra. Përpjekjet e kryeministrit të sforcuara për të prodhuar politikë të jashtme, të cilën ta thërras në ndihmë për të mbathur erozionin që i është shkaktuar në marrëdhëniet këtu brenda. Dhe situata e vështirë e krijuar në raport me drejtësinë, me çështjet e hapura njëra pas tjetrës dhe
ato që përflitën që do hapen që në fakt nuk kanë rezultuar që në Shqipëri të jenë llafe të grave të qezmi a fshatit, pasi përgjithsisht çfarë është hedhur për konsum publik deri diku ka dal rrugës. Pra në një farë mënyre për mua dy janë këta treguesit pa konsideruar këtu situatën e brendshme ekonomike etj, pa kënaqësinë popullore, sepse në fund qytetarët kanë treguar që edhe kur i jep një gjë, një rrushfet të vogël, kur i mashtron, kur i gënjen, i jepin shpërblim, i jepin gjë, prapë ta japin votën dhe kjo gjë mund të përsëritet. Por tregues që e dëshmojnë pozicionin e vështirë, unë këto do veçoja. Duke patur parasysh, për shembull që në Shqipëri mediat që përgjithsisht e shohin pozitivisht veprimtarinë qeveritare,